Deri tani jeni shoqëruar me shumë storje sa i përket artit, kulturës, showbizit, patëm pak edhe tema sociale nga përditshmëria dhe çmimi ngritur i kafes. Najse, sa kafe I ke pi sot? Unë 2 a 3? Okej, unë një 4. Edhe po mdo që përdu me pi 7-5 nëse bëbaja I gara. Tani është koha për rubrikën e fundit për sot, për me lanë ta kem përsërit që jemi shnoshe rahat premtën tjetër, është çka ka tren showbiz, apo më mirë me thonë për mbledhja e lajmeve vendore. E nga unë Albina Zeneli, deri premtën tjetër, stay cool edhe dhuroni shumë dashuri. Pashamu rikthen Adelina Berishën në muzikë. Ky projekt u lansua gjatë kësaj jave dhe erdhi e punuar nga Çeli Klipa me tekst nga Elinel, ndërsa për anën vizuale u përkujdes regjisorja Claudia nga Full Moon Production. Maraku shkret. David Dresha I publikoi ky merak në bashkëpunim me dyshën e famshme DJ PM e Dax. Teksti I këtij projekti u shkruan nga vet Dresha dhe Jay Gashi e Engli Verzal. Ky I fundit e bëri miksimin po ashtu dhe masterizimin. Ana vizuale u realizua nga Mar Studio. Mrena me ty komra, moja manaman. Hajde më thuj ti një fjall, mos e ma jo ino. Noize gjatë këtyre ditëve na solli një befasi. Dashni Kera erdhi me tekst nga vet reperi nga Shqipëria për këngën si zakonisht u përkujdes Engli Verzal. Për miksimin u përkujdes Lava, kurse ana vizuale u realizua me mjeshtri nga Hia Music Films. Gjithçka thot dyta në këngën e re, tekstin e së cilës e ka shkruar vet ai duke bërë dhe melodinë. Producent është Dart, kurse ana vizuale u realizua nga XL Films. Që e pastrojnë borën, ajo s'bën dashuri, po si bate që e patlotën. Stresi paralajmëron një këngë të re, këtë ka bërë të ditur vet ai përmes një njoftimi në rrjetin social Instagram. Po me ty bojnë 100, ke di se çat ka gjetë, ke ndryshuar bo si gjin ves. E bukura dhe bisha, sa të kam dosht, ke shkruar ai duke na surprizuar me portretin e ish partnerës së tij, Casey, të cilën e ka marrë si protagoniste kryesore në videoklip. Unë pra bin dashuri me ty çdo ditë. Merisi do të vidhe fenomeni I sezonës së kaluar të Bigut të Shqipërisë Gjeste. Ai përmes këtij postimi në rrjetin social Instagram ka bërë të ditur se do të vi me një këngë që do e sjell edhe me klip. E fjalët janë të tepërta, mjafton ta shikoni këtë foto. Dashni, pse ndërtum veçinate? Tani, pse po lyp më pas? Maji do e gjej me këngë të re, është aktualisht më e përfolura në rrjet, bëhet fjalë për Egli Tako. Edhe ajo ka shfrytzuar Instagramin për të treguar se së shpejti do plasoj prurje të reja. Me shumë dashni për ju, e me daljen e diellit, a jemi gati vetëm për gjëra të bukura, ka qenë komenti që I shoqëroi këto fotografi. Pse po lyp më pas fakte se ti m'pate juaj në të shkuarën. A do të ketë Big Brother VIP Albania 5? Po, patjetër se po, kështu të paktën ka konfirmuar vetë prezantuesi I këtij formati kaq të ndjekur nga miliona shqiptar. Mirë mbrëma vipusha! Gjatë emisionit final post Big Brother, Ledioni bëri të ditur se puna për sezonin e ardhshëm të spektaklit tashmë ka filluar. Unë do doja të falenderoj Deborën e Lisho theksoi se përgatitjet janë në fazat e para dhe se pritën shumë risi në edicionin e ardhshëm.
të gjitha ata që thonë u bëra vetë, gënjejnë veten. Son